Kryeministri Edi Rama e ka nisur vizitën e tij zyrtare në Londër me një takim me homologën e tij britanik David Cameron. Në këtë takim, Rama e ka njohur kryeministrin britanik Cameron me reformat në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me reformat e ndërmarra nga qeveria shqiptare si dhe me arritjet e qeverisë. Gjatë bisedës mes dy homologëve, Rama u përqendrua edhe tek e ardhmja europiane e Shqipërisë. Dy kryeministrat shprehen me njëri tjetrin se marrëdhëniet dypalëshe vazhdojnë të jenë të shkëlqyera. Gjithashtu, kryeministri shqiptar është takuar edhe me presidentin Erberg. Në këtë takim, Rama theksoi nevojën e investimit në kapitalet njerëzore me qëllim krijimin e një bashkëpunimi ekonomik mes vendeve për krijimin e tregjeve ndërkombëtare. Investimi në njohuri është shumë i rëndësishëm, por është akoma më i vështirë për vendet që kanë probleme, por kjo kërkon shumë kohë, prandaj ne duhet të investojmë më tepër te kapitali njerëzor. Kemi nevojë për pjesë të vogla ndërlidhje në energji për të krijuar tregjet tona ndërkombëtare. Ne jemi një vend i vogël dhe problemet nuk mund t'i zgjidhim vetëm. Prandaj ne duhet të bashkohemi në mënyrë që të kemi edhe një bashkëpunim më të madh ekonomik. Në takim ishin të pranishëm edhe George Soros dhe përfaqësuesi i Bërgjit Erik Berglof dhe përfaqësuesi i Bërgjit në Shqipëri Pior Matzuk. Ndërkohë, kreu i qeverisë do të ketë takime edhe me këshilltarin e tij, kryeministrin britanik Tony Blair. 2 muaj pas marrjes së timonit të qeverisë, pritet që Rama të ndajë me Blair zhvillimet e fundit, reformat e ndërmarra deri më tani dhe sugjerimet për detyrat më emergjente të qeverisë në të ardhmen. Në mbrëmje, kryeministri Rama do të japë një intervistë për emisionin Bloomberg. Përveç stafit dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë, mësohet se kryeministri në këtë vizitë shoqërohet edhe nga disa prej ministrave të kabinetit të tij.